Pastaj pejgamberi Allahu te alayhi salatu wasalam ju ka ndaluar atyre që të cilët han qep dhe presh, të han ushqim të tillë dhe pastaj të shkojnë në xhami, që tregon pozitën e madhe që ka njeriu që hyn në xhami. Ai është i veçantë. Se prishja e qejfit të tij, shqetësimi i tij shqetëson mysafirët më të mëdhi veç njerëzve. Ato janë melaqet e Allahu xhella xhelalu. E ne sot jena përpara një problematike më të madhe. Qepa dhe preshi dhe hudra të cilat janë halal. Halal është 100% halal. Por ama era e keqe e asaj, si pasojë ngrënjes së saj, do me thonë nëse hahet si taze, si e njohëm, na ndalon shkumje në xhami. Pse? Sepse shqetësojmë njerëzit përreth nesh, rrjedhimisht shqetësojmë me këtë edhe me laçet. Po çka t'ju bëjmë vëllezërve tonë, duhanxhi, të cilët shqetësojnë vëllezërit e tyre dhe të cilët shqetësojnë me laç. Muhabet tabut e ne. Kërkush se folën. Hiç kërkush se folën. Se po e folëm ne këtë temë, 90% e xhamatit dhe na preket. 80% e xhamatit dhe na preket. Se 80% e xhamatit janë duhanxhi, 70% thuj sa të dush, po janë shumë. Mos thuj haram, thuj me kruh, si të dush thuj. Ama nuk është çepen hudër. A shumë më i keq që sa ajo. Edhe erën e ka shumë më të rëndë se ajo. Unë të kallëzoj si jo duhanxhi. Me më thonë mu, atë falet afërmej një i cili ka ngrënë hudër dhe qep dhe presh, apo një i cili ka pi duhan për para se ty në xhami, ma mirë është ki i hudrës dhe qepës. Pas një dyshim. Pyta ati i cili nuk e pi duhanin, mos e pyta ati i cili e pi duhanin, saj se vëren dalimin. Po mos u shqetëson nga shqetësimi. Këtë as mos e merë parasysh hiq, shqetëson nga shqetësimi i melaqeve, se ne bëhemi sebeb për shqetësimin e tyre dhe ndoshta ngritjen e emrave tonë tek Allahu, që o Allah filanin ka shqetësuar xhamin.